Përmbytje të mëdha raportohen në jug-perëndim të Xhamaikës, si dhe për ndërtesa të shumta me dëme të rënda strukturore, duke përfshirë qati të shqyera dhe shumë rrugë të bllokuara nga pemë dhe gur të rrëzuar. 7 vdekje në Karaibe deri më tani janë atribuar Melisës, të gjitha të raportuara para se uragani të zbarkonte në Xhamaika të martë në drek. 3 u vranë në Xhamaika, 3 në Haiti dhe 1 në Republikën Dominikane, ku një person tjetër mbeti i zhdukur. Agjencia tha se një burr telefonoi një stacion radioje lokal në Xhamaikën perëndimore, duke kërkuar ndihmë për një grua shtatzën që kishte filluar të lindte me stuhin që po afrohej. Një obstetër telefonoi për dhënë udhëzime të hollësishme se si të lindte një fëmijë nëse gruaja nuk arrinte të shkonte në spital. Uragani Melisa ka goditur Xhamaikën dhe është ndërruar në një stuhi të vërtet bishash. Aktualisht pritet të kemi rreth 1 metër reshje shiu në 24 orët e ardhshme, veçanërisht në zonat më të larta të Xhamaikës. Një tjetër faktor i rrezikshëm është lëvizja e ngadalë të uraganit Melisa nëpër Xhamaikë. Dr. Matthew Sitkovski, redaktor shkencor në The Weather Channel, deklaroi se Melisa aktualisht po lëviz me shpejtësi rreth 8 milje në orë, që do thotë erëra të forta për një kohë më të gjatë. Ai theksoi se nuk ka pasur shumë uragane të rënda që kanë kaluar drejt për drejt mbi Xhamaikë më parë, duke e bërë Melisën një stuhi veçanërisht historike dhe shkatruese. Qendra Kombëtare e Uraganeve NHCSHBA deklaroi se Melisa po shkakton erëra katastrofike, përmbytje të menjëhershme dhe val stuhish në Xhamaika, ndërsa kalon ishullin. Në përditësimin e saj të fundit thuhet se Melisa u gjet për herë të fundit mbi Xhamaikën perëndimore, pasi zbarkoi pranë New Hope dhe po lëviz drejt verilindjes. NHC shton se erërat maksimale të qëndrueshme tani janë afërsisht 165 milje në orë, më të ulta se 185 milje në orë të vërejtura, ndërsa uragani ishte gati të zbarkonte. Afërsisht 1/3 e popullsisë së Xhamaikës ishte pa energji elektrike që nga mëngjesi i dieshëm. Sipas zyrtarëve, Starlink, kompania e internetit satelitore në pronësitë e Elon Musk, ka thënë se shërbimet e saj do të jenë falas në Xhamaika dhe Bahamas deri në fund të nëntorit. Pasi kaloi nëpër Xhamaika, uragani Melisa lëvizi drejt Kubës si një stuhi e kategorisë 4. Qindra mijëra njerëz u evakuan nga zonat e ndjeshme ndaj erërave me përmbytje në pritje të mbërritjes së stuhisë.